Liçeni i Fierzës në gjithë sipërfaqen e tij umblese është tharë plotësisht për shkak të mungesës së rresheve në muajt e fundit. Pamjet e gjiruar në zonën e Bushatit dhe pranë urës së madhe afër ish uzinës së Bakrit tregojnë një panoramë të pazakontë. Rezervuari më i madh në Shqipëri është kthyer në një shtrirje balte ku tashmë dallon vetëm vijat e rrjedhës së Drinit të Zi dhe të Drinit të Bardhë. Dy skajet ujore të liçenit janë shndruar në tokat e baltëzuara, duke sjellë edhe ndotje të pjesës së mbetur ujore e cila po shkon drejt të shtërimit të plotë. Thatësira e gjatë ka bërë që mbi sipërfaqe të dalin masive shkëmbore dhe truall e rrugë që prej dekadash qëndronin nën ujë, duke ndryshuar tërësisht pamjen e liçenit. Liçeni i Fierzës ka rënë në 17 metra larg pikës së vdekjes në nivelin e 3 viteve më parë. Aktualisht niveli i ujit është 257 ose 17 metra larg pikës së vdekjes, ndërsa kuota maksimale arrin në 296 metra. Diferenca e madhe tregon për masat e krizës ujore, e cila ka pasojë të ndjeshme edhe në prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentrali i Fierzës, që është një nga nyjet më të rëndësishme të sistemit energjetik kombëtar. Nëse nuk do të ketë rreshje të dendura shiu dhe thatësira të vazhdojë, rënja e nivelit të ujit gradualisht do të nxjerrë në sipërfaqe edhe rrënojat e fshatrave dhe qytetit të vjetër të Kukësit.